Realisht kjo është shumë e rëndësishme dhe nëse deri tani ne kemi folë për pjesën e sigurisë kibernetike, për pjesën e dezinformacionit dhe deepfake, vetëm në aspektin teknik, është shumë e rëndësishme mu të cekë se tashmë kjo nuk ka të bëjë vetëm me pjesë teknike, po ka të bëjë edhe me besueshmëri, sepse nëse zëri qytetarëve ose qytetarët dyshojnë që vota tyre është manipulu përmes formave të ndryshme, atëherë ne tash kemi të bëjmë me një rrezik edhe demokracisë. Dhe kjo do thot pak a shumë e përbën. Modelet e tilla në siguri kibernetike, por dhe në deepfake, janë rritën aq shumë, sa që do thot shpejtësia e publikimit të atyre videove është shumë më e shpejtë se sa përgjigje fact checkers për mi ndalu ato. Edhe në rastet kur ato po arrin mu ndalu, megjithatë gjurmët dhe pasojat po mbesin mbrapa saj derisa po verifikohen. Tash është shumë problem, megjithatë ka teknologji të cilat kanë dalë për identifikim të tyre, mirë po hovi është shumë i madh i zhvillimit të tyre dhe ndoshta qytetarët dhe kompanitë ndryshme më shumë duhet mendojnë se të arrin të menaxhojnë këto video, se sa të ndalojnë ato që po shihet se tashmë është e pamundur të ndalohen.